Mo helmuan Ilir Meta në gjendje të rëndë. Ish presidenti Ilir Meta është raportuar në një gjendje të rënduar shëndetësore, pas një incidenti të ndodhur brenda ambienteve të paraburgjimit ku ai ndodhet prej disa javësh. Sipas burimeve të afërta me familjen e tij, Meta ka shfaqur simptoma të një helmimi të lehtë pas konsumimit të ushqimit të ofruar nga institucioni. Menjëherë pas ankesave për dhimbje stomaku dhe marrje mens, ai është shoqëruar në spitalin ushtarak për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Raportet mjekësore paraprake tregojnë se helmimi ka qenë i shkallës së ulët dhe nuk ka pasur rrezik serioz për jetën e tij. Gjendja e Metës është stabilizuar brenda disa orësh dhe ai është rikthyer në ambientet e paraburgjimit. Megjithatë, ngjarja ka ngritur një sër pikpyetjesh dhe ka tensionuar më tej situatën politike, pasi ndjekësit dhe mbështetësit e tij kanë kërkuar hetim të menjëhershëm për të zbuluar shkakun e incidentit. Misteri më i madh qëndron në faktin nëse kjo situatë ishte thjesht pasojë e një pakujdesie në përgatitjen e ushqimit apo një akt i qëllimshëm me sfond politik. Meta vetë, në një reagim të shkurtër përmes avokatit të tij, ka lënë të kuptohet se dyshon për një dorë të fshehur që kërkon t'i bëjë dëm në mënyrë të heshtur. Ai ka kërkuar hetim të theluar dhe transparent për ngjarjen, ndërkohë që institucionet kompetente ende nuk kanë dhënë një përgjigje zyrtare. Ky incident ndodh në një kohë kur klima politike në vend është tepër e tensionuar dhe akuzat për presione, manipulime e hakmarrje janë bërë të zakonshme. Pavarësisht gjithçkaje, gjendja shëndetësore e Ilir Metës është tashmë e mirë dhe ai vazhdon procedurat ligjore kundër akuzave që e mbajnë pasekurave. Por pas këtij zhvillimi të fundit, siguria e tij në burg pritet të vihet në vëzhgim më të rrept dhe të hap diskutime më të thella mbi standardet e trajtimit të paraburgosurve në vend. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatë? Mos harroni të bëni like dhe subscribe.